Situata rreth Erjon Veliajt dhe e procesit ndaj tij nga SPAK po shoqërohet me zhvillime që kanë tërhequr vëmendje jo vetëm për aspektin juridik, por edhe për mënyrën si po menaxhohen procedurat. Në qendër të debatit është avokati i tij, Plarent Ndreça, i cili vetë është i pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Gjatë një seance gjyqësore që lidhej me çështjen e tij personale në GKKO, ai zgjodhi të mungojë për të qenë i pranishëm si mbrojtës i Veliajt, duke çuar në shtyrjen e seancës. Ky veprim ka ngritur pikpyetje mbi kufirin mes ligjshmërisë dhe etikës profesionale. Edhe pse ligjërisht një avokat mund të përfaqësojë një klient edhe kur është vetë në hetim, kritikët e shohin këtë si një shembull të një kulture politike dhe institucionale ku prioritetet personale apo politike vendosen mbi përgjegjësitë ndaj drejtësisë. Ndreça ka pasur më herët role të rëndësishme në administratë dhe politik, ndërsa aktualisht përbanet me akuza që lidhen me procedura tenderimi. Në të njëjtën kohë, përplasjet në sallën e gjyqit, përfshirë ato me prokurorin Ols Dado, kanë shtuar perceptimin e tensioneve mes palëve. Rasti shihet nga shumë analistë si një ilustrim i sfidave që përballet sistemi i drejtësisë në Shqipëri, veçanërisht në raport me ndikimin e figurave politike dhe perceptimin mbi pavarësinë reale të institucioneve.